Faleminderit nderuar kryetar. Fillimisht prisja nga ministri që do të mbante një qëndrim në lidhje me projekt ligjin, meqense është projekt ligj në fushën që ka ministri në përgjegjësi. Për sa i përket projektit TIT, zoti ministër, e kemi diskutuar edhe në interpelancë edhe në digjesën që kemi pas në komision, keni thënë që do ta rishikojmë dhe projekti, nuk e keni rishikuar, keni shkuar tek banorët për t'i thënë pranoni kushtet e dorëzimit. Dhe diskutimi me banorët ka qenë hajt ju japim diçka më shumë. Ndërkohë që aty bëhet fjalë pikërisht për identitetin e qytetit Durrësit. Bëhet fjalë për shtëpi të cilat nuk janë vënë një gozht zoti Gonxhe sepse ishin në zonë konservimi. Pra ato shtëpi që nuk lejoheshin të vinin një gozht pa lejen e qeverisë dhe të ministrisë, sot do shëmben. Ma shpegoni do të qa logjike ka kjo që ato nuk pas kanë vlera dhe si pas kanë pas vlera këto 200 vitet e fundit dhe nuk kanë tani, se nuk janë shtëpi që u ndërtuan tani. Nuk janë banesa të cilat nuk përfaqësojnë asgjë. Është identiteti dhe historia e Durrësit. Procesi sigurisht që nuk është bërë, sepse unë kam shkresën nga ministria juaj që më thoni kemi konsultuar veten, kemi konsultuar muzeu, kemi konsultuar këtë institutin që kemi në Varësi, kemi konsultuar shoqatën e të veprëve, por nuk është ky procesi i konsultimit. Kur prishen banesa, konsultohen personalisht ata të cilët janë të prekur nga projekti, thot një ligj tjetër që lidhet me shpronësimet për interes publik. Siç i gjetët për t'i çuar letrën në shtëpi që do të shëmbet shtëpia, ti kishit gjetur për t'i konsultuar ata. Dhe nuk ka ndodhur në ndonjë vend normal, në një qytet normal, që mos jetë bashkia që të bëjë një plan të përgjithshëm vendor dhe një plan detajuar vendor se si do ndërtohet dhe si do zhvillohet qyteti, po të jetë një organizat, të jetë një OJF që vendos se si do të organizohet qyteti pa bërë një plan të përgjithshëm vendor apo detajuar bashkia. Këtë i keni bërë Shqipërisë ju. Ju e keni përçunduar çdo gjë dhe çdo ligj, ndaj që do t'ju lutesha në emër të banorëve. Ta mbaroj fjalin. Në emër të banorëve, por edhe në emër të Komisionit Kulturës, me qenë se aty ka identitet, kulturë dhe histori, ta rishikoni projektin. Ta shikoni atë dhe ta bëni pikërisht siç i keni vënë emrin, që të shërbej për turizmin, se kështu nuk i shërben fare as turizmit, as Durrësit, as banorëve dhe as interesit publik. Faleminderit.